Sot nuk është e hënë. Sot nuk është e hënë. Ko të shkuara. Edhe Gigi D'Alessio në Palatrin e Kongreseve. Blerina, Më thuaj. para se të ikim, do të them ja dy gjëra të vogla. E para, le të flasim për elefantin në dhomë. Në dhomë, s'është më në dhomë, është Sikleti u varros madh. atje ku u varros. Apo nuk është metaforë? Jo, e kam fjalën të flasim për vdekjen e papës. Okay. Çfarë ndodhi, po një nga gjërat që u fol pak, nuk është se u fol pak, por jo mjaftueshëm, ishte fakti që njerëzit pati një lum selfish online. Po. Njerëzit që shkonin, pra meqense ishte hapur për gjata që donin t'i jepnin respektin e fundit, kishte sa që bënin një selfie për t'i dokumentuar vetes në të ardhmen. Që ka qenë aty? Që unë isha këtu dhe ja ku është trupi i papës. Po. Mund të them të të krijoj një çarje të vogël këtu se mos do ma bësh në ball. Të kërkojmë një ashtu kapse letrash. Sepse mua në fillim u duk budallallëk një deklarate e Albanos, meqense jemi në morinë e këngëtarëve italian, Albano Carrisi. Gjallë është? Gjallë. Nuk ka deklarata, bravo. Bëri deklaratë dhe tha që unë nuk do shkoj tek varrimi, tek ceremonia. Se do mësule njerëzit për të bërë foto e mua. Mërteke? Pra, mendoj që mund i tërhiqte vëmendjen njerëzve nga papa me prezencën e vet. Sepse njerëzit bëjnë fotografi dhe shfrytëzojnë çdo rast historik të kësaj natyre ose sepse ky mendonte që mosha e atyre që do vizitonin trupin e papës ishte, po themi, 90 vjeç e sipër. Dëgjoj se ai është ende një burr simpatik. Kështu flitet mes gjithë azileve të Italisë. Kur çdo grua në azil të Italisë do donte të ishte edhe Mick Jagger e përzgjedhur atij. E ka të fejuar në 37 vjeç. Mick Jagger nuk ekziston, është i gjithë me AI dhe ja ku vjen Erma, kemi vetëm 30 sekonda për ty e dashur, ke ardhur ke hyrë me shumë vonesë. Ç'po bëje? Si vetëm 30 sekonda. Tu bllokuar ascensori? Unë meritoj më shumë se sa kaq. Ku u hutove ti rrugës për këtu? Thjesht kishte shumë njerëz para Palatit të Kongreseve për Gigi D'Alessio edhe me çava turmën. Dhe është gjallë. Po jam edhe gjallë, po kjo është e rëndësishme. Kishte vërtet shumë njerëz. Po, kishte vërtet shumë njerëz. Dhe si shqiptarët? Do thoja, kujdes kur flet Erma se 35-50, kjo lloj grup moshe. Ja, vetëm ne të dy mungo kemi kolo. Te mosha që ta kishim ulur një çik. Po, edhe ne si shqiptarë që nuk njohim kurr atë kulturën e radhës, për të hyrë me radhë. Prap, domethënë ishin përplas aty ke dera gjithë ato njerëz. Ti nuk e di çfarë ndez në zemrat e fansave Gigi D'Alessio. Jo, unë nuk di në fakt se ku është rradha në pallat, pra ku do do dohet më radhë, po s'di ku ta mbajnë pallat. Jo, e di si është problemi, domethënë sipas logjikës time. E kuptoj për shembull nëse Gigi D'Alessio do ta mbante këtë lloj koncerti në një stadium që është i gjithë i fushë dhe gjithë secili do të jetë sa më afër skenës se dëshiron që shikoj koncertin. Jo, është padurimi për të hyrë. Po pra, po ndërkohë që ti ke të ndarë se dile se ku do ulesh. Ç'është gjithë ky nxitim? Mezi presim. Nxitimi është sepse ti ke frikë që do ndodh diçka e bukur aty dhe ti nuk je prezent. Tani futa kot. Dgjoj, Erma ka një pyetje. Më thuaj. Erma ka shumë të drejtë. Me kë do ta krahasoje? Unë do kisha vajtur me vonesë në koncert, pasi të ketë filluar. Me kë do e krahasoja? Po, Gigi D'Alessio, po themi që është një këngëtar që i përket brezit 35. Do të thënë çfarë rëndësie sot, kush mund të ishte për ty? Kush mund të ishte për kë do kishe shkuar ti ashtu? Për brezin tim. Për brezin tënd. S'kemi kohë. Atëherë, prita mendoj shumë shpejt. Besoj do kishte qenë për ua, nuk më vjen asnjë për momentin. Është ai bukri i gjati, është ai miri. Çfarë kemi në Lanço? Lanço kemi Oasis, kemi edhe disa të tjerë, po Oasis po më vjen për momentin. Po çan këta pleq? Po i kemi qef pleq ne. Dhe jo në atë sens, se nuk e kuptojmë pastaj. Ta thash kolo. S'u besove. Ndoshta do shkoja për Arctic Monkeys me shumë mundësi. Atë vje, o më na gjenë një moshës tënde më gjen ta nga 40 vjeç. Do na vish herën tjetër me një personazh simpatik, këngëtar të ri të moshës tënde. Dhe thuash, ky është këngëtari që duhet ishte duke kënduar në vend Gigi D'Alessio. Këngët e Gigi D'Alessio. Rregull, herës tjetër. Dhe për të sabotuar koncertin, Muse për ta mbyllur me Uprising. Ikim.